Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, ku do që të jeni e nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, ja ku jemi këtu në spektaklin tuaj, në të cilin flasim e këndojmë, qeshim, vallëzojmë. Sepse ky është spektakli juaj, këtu është Odeoni, këtu është Oda juaj, teatri shqiptar, pellazgjik, i lirik. Të thëmë të drejten, janari është i ftohtë. E ka qenë shumë i ftohtë, i acart e tragjik me ne. Por mbi të gjitha neve jemi spektakël, ky është spektakël. Dhe është mirë edhe të falim, por asnjëherë të mos harrojmë. Të mos harrojmë për faktin, për veten tonë, që të mësojmë nga e kaluara, për ardhmërinë tonë, për të ardhmen tonë të përbashkët. Të gjitha këto duhet të jenë si rezultat i tërë asaj për çfarë kemi sfiduar për mira vjet neve shqiptarët. Ja ku jemi bashkë, jemi këtu në Odon. Këtu, përmes valve toksore dhe atyre satelitore të radio televizionit 21 vjen gjithë shka e bukur. Por të bukuren për herë e bën spektatori ynë që gjithmonë është i shumt e i bujshëm e që sonte vjen gjithandej nga e mbar Shqiptaria, bile edhe nga Finlanda polare. Hej! Gjëm, dhe shpak, hej! Qka u bo? Mirë që o bëri që shini që... Qka kije, moj, qka kije? Po qysh kënë kështu? Po qysh për herë na pengon? Qam në petguë, qa petguën e ty? Jemi lion me filozofia analitika të lahine. Thash vitil që i dështu, thash i të... O pashazdu! Filozofi analitike, Sofia. Se Sofia, kush për duke që Sofia? E zgjete vend tjetër ku mi lëshushtos, ati veç në Odeon. Ja, maj mirë, se që të përshtosa në ko, për talësaj. Ta mon puna. Nina e më kalëzën, se ti mu për merë pak si për dalis për në kodert. Kalëzën të dalimin mes disa fjallëve, dhe më thonë fjallës pa pare edhe pa dihova. Ërna? Pa pare edhe pa dihova. Po? Ha, shi qa, Sofi, më ke thonë se je konë shkollë. Edhe në fakultetën falë. Mirë, ti në shkollë ke shku pa pare. Po, la pa pare se kam. A mo ke shku edhe badihova se gjonë s'ke mësue. Ja, dhe sa kom put me mësue kërë. Po, që kjo është pa pare dhe badihova. Për një? Po. Na em. Pasha, që të zëtë. S'ke mësu kur gjo? Unë s'kem mësue, edhe mësue s'kem kërgjë, punë e madhe fakt. Veç që për qa pëtëm. Kam të apru një ditë e diplomën e magistraturës, doktoraturës një ditë, e tanit kalëzën e ty. Me më shëllgojnë mu, Po, Bergja. normal që ta më shëllgojnë. Po ku kime i marrë ato, Sofi? Kam i marrë që atje ku pi marrin krejt, ama ty nuk t'kallëzaj. Mirë bëllë. Që. Ha? Që po hanë ashtu? Mandarina. A përshet që je budalic? Se? Zdin kur gjo. Pa ato molla janë. Ja, e hëmë se ti e budol se qëre mandarina. Gëllëm! Përshkojnë, tatë për dëkës, a gjenë? Po, edhe të dëkës. Po, mas mledhës, përshkojnë në bifi atë. Paranda, të lip uj, kamariri pjesës, a me gaz, a pa gaz. Hajde këtu, Sofi, se po mytë është të hongën atje. Ha? Ndëgjo, i shku salihit e neuropsikiatri. No, se ka nevoj. Burrit, ka nevoj, ja, mirë shumë. Neuropsikiatri kish kontrolue, edhe i kish thonë, mos u mërzit, shumë mirë je. Që po t'i shkruj do barna, merri, shkon shpi, edhe ti. Jo, qitja Sofis. Po, a? Po. Të në budalita? Jo, zdi, neuropsikiatri ka thonë. Të najtë në menaimin e me salin, ti e për e mirë.
Se më të dosh, mu ju hypë kia e mbrëzërit me të shkuve. Nga mëre, djali më ka tek. Jeni djali, nëune një fqik për duni, pa duje më shkëti që ka me të më nëuna? Po? E dolla me dhe babën e qikës, për më vetë Sofi tha djali ku për nën, baba qaj ka punu për para, so ka të keni shpin, ti a ke punu në herë diçka, baba sovjeti ka, ta shën falë, nuk kena orë me morë kredit për qikën, a bedin? Ta shën të pyjtje familje. E vaj Sofi. A një mirë? Mirë, është bukur se kjo është spektakël, kështu do ta ketë edhe Sofin, valloj na ke sjell kështu filozofi analitike ti, a? Valloj na për të kalëzë që filozofia përmban prej dy elementeve. Pej mandarinës? Prej mandarinës edhe prej forazeza që të çatirata fort ta them. A po, a? Mirë shumë. A vazhdoj me këngë. Valloj na unë po shkoj ti vazhdo dash me këngë dash me shka dush. A po shkon ti, a? Je me këngë si spektakël. Me këngë. Në vazhdim do të vinë zonja zotri. Jam ofruar në pjesën e publikut, të këtij publikut mrekullueshëm që sonte kemi pas gjithandej, po që ka dominu kuvendi i rinisë të Republikës Kosovës. Dhe si përgjetje, në mesin e tyre është edhe një miku ynë, që jeton, punon e vepron në Finland, e zemra natë ditë e rinë Kosovë, Zotri Sahit Zogjani. Zotri Sahit, mirë mbroma dhe mirë se ke ardhë. Mirë mbroma i nderuar Naim, mirë se u gjejmë. Prej Kosovë në Finland, ftoft atje? Po, ftoft, po, mirë po, si bëjmë tash ne, kemi fatin të jetojmë në atë vend, atje kushti e ftoft. Po zemrën e keni rujt në gratë? Zemrën e kemi rujt dhe kemi rujt gjithë ato që na i kemë si traditë si shqiptar atje. Sa është e organizuar komuniteti shqiptar në Finland sajt? Po them drejtën në një vend që jetojmë që them që ne kemi pothuaj që 6 muaj pothuaj dimër sikur këtë që është. Te jo për momentin. 6 muaj dimër sikur tash që kemi, ha? Po, do të thotë edhe që jem një numër jo aq i madh, dikun jem për afërsisht dikun 9000 shqiptar që jetojmë. A vetëm 9000 në Finland? Po, është një numër shumë i. Të koncentruar sidomos në Helsinki apo edhe në do të që shumica pothuaj për momentin janë do të në Helsinki, mirë po jetojnë shumë në viset e tjera ku janë deri Turku, Turku, Jakobstad. Tampere, Jakobstad edhe kem do të Oulu quhet një qytet ku do të ne janë pothuaj një numër shumë i madh ku aty është diferencë diku 1000 kilometër apo 800 apo 700 në distancë. Komuniteti është i organizuar si komunitet kështu? Po them si një numër aq i vogël që jem të organizuar. Do të kemi atje mirë me gjitha aktivitetet, do të kemi shoqata, kemi gjitha. Juve nifeni personalisht për organizimin e jetës kulturore, keni bërë gjitha sakrificë, gjitha sfidë, me humbje, pa humbje, veç me rëndësi, artistët i keni thirrë, ju keni organizuar mbrëmje të shumta në sidomos në Helsinki. Po, e vërtet është do të thotë që unë mirëm që 16 vite do të thotë me organizimin e mbrëmjeve atje shqiptare, ku më tepër do të organizojmë për festat tona kombëtare, ku kemi do të festën e 28 nëntorit dhe 17 shkurtit, mirë po dorë Zotit që një ditë ta festojmë vetëm një festë 28 nëntorin, mos të ketë tjera festa. A dhe ju çashtu po lypni, a? Shpresojmë që ta kemi bashkimin kombëtar një ditë dhe të festojmë vetëm një festë, festojmë edhe më tepër mirë po ta kemi do thotë një festë kombëtare, ajo do të jetë bashkimi kombëtar. Kur ta festoni, domethënë kur e festoni pavarësinë e Kosovës, flamujt janë me shqipon, dihet aty. Po, them drejtën që si për 28 nëntor, si për pavarësinë e Kosovës, ë? E vërtetë është do thotë që deri me tash që mirë me të organizime, asnjëherë nuk ka qenë flamuri i Kosovës aty, por ka qenë flamuri shqiptar kombëtar. Flamuri kuçëzë që ishte më parë këtë. E pretendimet, domethënë edhe ju lypni jam u bashkuja, diçka duhet bëjmë këtë drejtim, ë? Besoj që ideja dhe ndjenja e çdo shqiptari është ajo që do të jem në një shtet të bashkuar e jo të coptuar që jemi për momentin. E sa arrini me majt frymën e jetës shqiptare, të gjuhës, për fëmijët? Është organizuar ndonjë shkollë atje? Po, për fat mirë do thotë kemi plotësues gjuhën shqipe mendoj. Plotësues do thotë në gjuhën shqipe. Kem një shoqat që quhet me emrin e komandantit Adem Jashari, do të që jeton vepron do thotë në Helsinki, ku kam qenë edhe themeluesi i asaj shoqate, që është para 4 viteve, dhe do të kemi në brenda lokalit të shoqatës e kemi edhe vendin ku do të i mësojmë nxënësat fëmijët tonë në gjuhën shqipe. Edhe do të kemi mësime plotësuese në gjuhën shqipe. Në vazhdimsi, sa të mundi me majt ju? Në realitet shteti ynë akoma s'ka arrit të organizojë atje hapjen e ndonjë konsullata apo
ambasadë ose jo. Po për fat keq jo për momentin, por shpresojmë që në talmen ta kemi edhe në Helsinki do të një ambasadë të Kosovës, pasi që dihet fort mirë që Finlanda si shtet ka kontribuar shumë në çështjen e Kosovës, e kem edhe presidentin Ahtisaari i cili do thotë ka kontribuar, do thotë edhe ka qenë do thotë një njerëz që Ju kom parë në plot fotografi, ju e takoni edhe personalisht. po kemi pas takime me Ahtisaarin, do thotë qysh edhe kur është propozuar si ndërmjetësues për Kosovën, kemi pas dëshirë që ta dim mendimin e tij se çka mendon, edhe t'i thojmë të drejtën se çka do të vepruar për Kosovën. E tash së voni, e ke takuar, e ke pyet çka e ke shtia Zajednicën aty? Po drejtën me thojë kemi pyet, ai e ka treguar realitetin e vet që unë e kam bërë gjithat punë, ja kam bërë gjitha ato drejtat që në Këshillin e Sigurimit mos ta kundërshton do të shteti Rusia. Mirë, kush djali vllaut tan, një emër shumë i njohur, me thënë drejtin një nga djemt më të mençur që i kanë shqiptar Avni Zogjani, ajo është i zhurmë shumë tash, çka thot ai për Ahtisaarin? Ç'a thot ty? Po drejtën thamë që gjithë janë kundër kësaj pako apo kësaj zajednice që quhet për momentin këtu në Kosovë. E thamë sinqerisht që Ahtisaari e ka ditë që është e tepërt, janë të tepërta ato të drejta që ja ka dhënë minoritetit serb. Mirë po, ideja ime thot ka qenë që në Këshillin e Sigurimit mos të kundërshtojnë shtetet mike të Serbisë, do thotë pavarësinë e Kosovës. Aja ka qenë do të ideja që ja ka jap gjitha ato të drejtat, edhe pranon që në asnjë vend në botë nuk i kanë as shumë të drejta sa kanë pakisa serbe në Kosovë.